Miku i ngushtë flet për gjendjen e Gjestit pas ndarjes nga jeta të vëllait të tij. DJ Gimbo, një nga miqtë më të afërt të fituesit të Big Brother VIP 4, Gjestit, ka folur hapur në një intervistë duke ndarë rrugtimin e tij në muzikë, marrëdhënien e ngushtë me reperin dhe emocionet e periudhës së fundit. Gimbo ka treguar se Gjestit i detyrohet shumë nga ajo që ka arritur deri më sot. Momenti më i ndjer i intervistës ishte ai kur Gimbo foli për ndarjen e papritur nga jeta e Eldionit, vëllait të Gjestit. Ai e përshkroi këtë ngjarje si një tronditje të madhe. Për mua ishte një bam. Inshallah Zoti e mëshiron ata dhe ngushëllime për familjen. Faleminderit krejt njerëzve që kanë qenë pjesëmarrës. Ua kthefshim në gëzim. Duke qenë ndër personat më të afërt me Gjestin, Gimbo dha edhe disa detaje mbi mënyrën se si po e përballon ai këtë periudhë të vështirë. Momentalisht nuk është keq. Mirë është, por i me familjen më shumë, kaq, tha i shkurt, duke lënë të kuptohet se Gjestit i duhet ende kohë për t'u rikthyer. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.